Qyteti i vogël i Bilishtit ishte ndalesa e radhës e kryesocialistit Edi Rama në turin e prezantimit të kandidatëve të koalicionit opozitar për zgjedhjet e pushtetit vendor. Rama është takuar në qendër të qytetit me 10 qytetarë dhe ka dëgjuar hallet dhe problemet e tyre. Do dal me ty o bir një fotograf. Ne ka marrë 50 Tiranë në tim. E mi qërovi sty të qeni, Zagari. E jam me pak kënaqur, se ma la djalën sa nga këmbët. Nuk më dhanë dhe miq. Do të zgjidhim gjërat, mos u mërzit. Mi besit dhe ty. Si dukesh? Si shkojnë punët, apo pa punë? Pa punë, është mirë. Po pa punë dhjetë. Pa punë? Mjafton shfryzuam mi njerën e vegetashia dhe tash i mall me ato që si për marë. Gjeli mirë? E pas ke bërë kohën si ndërtim paleje, shikoje. Rama u tha banorëve të Bilishtit se me vot ata mund të japin fund korrupsionit që po merr frymën. Me vot luftohet papunësia, luftohet varfëria, luftohet korrupsioni, luftohet kusaria që e shikoni ja u ka marrë frymën dhe këtu se 5 veta kontrollojnë gjithë lekët e shtetit edhe nga ana tjetër tër Devolli rrugëve pa punë. Në bashkinë e Bilishtit që është kryeqendra e krajinës së Devollit kandidon për opozitën Haki Ajçe.